Si keni qenë ju? Mirë, se thoni, mirë? Mirë. O, Alma. Kontaminimit që ajo është direkt me dheu, ja lë fjalën profesor Tritani të flas. Nuk shera parë që unë ngë çështjen këtu në Piskov, pikërisht të dëmtimit të madh të ambientit. Të një krijimi të një vendi depozit mbeturinash në buzë të një proji që shkon deri në Vjos, gjë që nuk shë re. Të tillë kemi edhe në Kërcyr një depozit të madhe mbeturinash, të tillë kemi edhe në vende të tjera këtu, duke shkatruar Vjosën, duke shkatruar jetën dhe shëndetin e qytetarëve si që jeni ju, duke krijuar padyshim një ambient të papërshtatshëm për të jetuar. Po jo vetëm kaq. E dini diçka juve? Që unë kam ngritur në parlament dhe kudo që në Vjos derdhen të gjitha ujërat e zeza të qarkut. Të gjitha ujërat e zeza të qarkut derdhen në Vjos. Të gjitha pikrisht. Të gjitha plerat grumbullohen në buzë të Vjosës dhe pastaj shtyhen natën dhe hidhen në Vjos ose hidhen ndaj proje atë që i çon në Vjos. Vepër kriminale kjo. Vepër kriminale i regjimi që shkatron ambientin dhe pastaj quhet Vjosa park kombëtar, mbrojtje UNESCO dhe tjera me radhë. Dhe e dini ju kush është personi më përgjegjës për të gjë? Është Lubi Kumbaro. Është Lubi Kumbaro. Ajo që është deputetja juaj e Partisë Socialiste dhe ministrit e ambientit. Dhe Lubi Kumbaro firmos për ngritjen e këtyre qendrave, grumbullimit plerave dhe di shumë që ato plera hidhen në Vjos. Është Lubi Kumbaro, e cila firmosi për shkatrimin e atit pyllit të madh atje, midis Tepelenës dhe Gjirokastrës, një vepër absolutisht kundër ambientit. Është Lubi Kumbaro ajo që duhet të mbronte ambientin, po shkatron ambientin, ka shkatruar Vjosën dhe s'po bën asgjë. Ju e dini që ka disa vite që Lubi Kumbaro thotë që ka siguruar 80 milion euro për bonifikimin e Vjosës, ku janë? Unë shtrëpyten, ku janë? Asgjë s'është bërë. Ja miratuam dhe në parlament atë fond. Dhe këtu s'është bërë asgjë akoma. Pra, realisht, tu është një vepër kriminale e këtij regjimi. Është një vepër e Lubi Kumbaros dhe tjerëve, të cilët kanë krijuar të shkatrim të Vjosës, të shkatrim të natyrës këtu, të shkatrim të jetës tuaj, keni mbledhur këtu. Por ama, unë mendoj se ka ardhur momenti të mendojmë qartë të gjithë bashkë për të ndaluar të revansh, për të ndaluar të përbuzje që kanë këta ndaj qytetarëve, ndaj jush, këtu me Lubi Kumbaron, atje tjetër me atë tjetrin që është në Tiranë, duke krijuar një shkatrim të jetës qytetarëve të ambientit. Dhe kjo e di pse bëhet. Kjo bëhet për arsye korruptive, klienteliste. Pse u prej pylli atje, midis Tepelenës e Gjirokastrës, u shkatrua. Pse janë lejuar dhe janë krijuar këto grumbullje plerash afër Vjosës apo atje afër ujrave që shkojnë në Vjos. Pse? Pikrisht për korrupsion, i bazë korruptive. Dhe firma këtyre është e Lubi Kumbaros. Unë e akuzoj, dhe të jeni të bindur që mbas 11 majit akuzat do jenë direkt në nivelin e drejtësisë. Dhe të jeni të bindur që ata të cilët kanë bërë të sot krime ndaj ambientit do të përgjigjen ligjërisht përpara drejtësisë sepse kanë shkatruar jo vetëm ambientin, po dhe jetën e shëndetin e qytetarëve. Unë jam këtu sot me kandidatët për deputet Partisë Demokratike të qarkut Gjirokastrës. 3 nga ne që jemi sot, që jemi këtu. Jam me Almën, pedagoge, ekonomiste në universitet, figure shquar. Jam në profesor Bajramin, absolutisht njëri që merr me shëndetësinë, ish dekani i Fakultetit të Mjedisë. Në Albanistanin, një personalitet i politikës shqiptare. Kemi ardhur që jo rastisht të tre bashku.
kemi ardhur për t'ju thënë se ata të cilët kanë shkatruar këtë natyrë dhe po shkatrojnë shtetin tuaj do të përgjigjen. Për t'ju thënë se këto gjëra nuk do ndodhin më mbasi me të majt. Për t'ju thënë se Vjosa do kthehet përsëri, do jetë një park kombëtar i vërtet, ku nuk do ketë derdhë urash të zeza, ku nuk do ketë hedhje mbeturinash, që kanë shkatruar këtë mrekulli të natyrës. Prandaj ne kemi ardhur të gjithë bashkë këtu. Jo rastisht kemi ardhur. Kemi ardhur të takojmë dhe t'ju premtojmë. Brenda programit ton, për qeverinë e Ashme Berisha, që këto gjëra do marrin rrugë. Unë nuk do zgjatem shumë, do t'ja fjalën, thonë dy fjalë kolegët e mi që janë sot me mua këtu, sepse realisht janë personalitetet e figurat të shquara të jetës shkencore, shoqërore. Ujin e pishëm se po pim ujë të qelbur, të banjave po pim. Edhe nuk na i zgjidh njeri problemin. Kam dhe një problem tjetër, ne duhet të kemi një doktor në përmet. Se ne sa të vemi në Gjirokastër na vdiq një vajzë e re, sa vajti në Gjirokastër mbaroja. Ne duam doktor në përmet. Zonjë shiko, pse ndodh që ujë të pishëm? Ju dini që depozita e plerave atje të kthesa është shumë afër pompimi stacionit ujë të pishëm? Është në kundërshtim me çdo normë higjienike të ujit të pishëm. E dini që infiltrimet e mbeturinave bashkohen me ujin e pishëm. Vepër kriminale kjo. Do të përgjigjen, do të bëjmë ne të gjithë së bashku. Ju të bëni të gjë, që të votoni në 11 maj për ndryshimin. Tjerët marrim ne përsi për t'i zgjidhim. Ka vunë të dorë për plerat, ti vënë gjetka. Smurë, jam e smurë. Sa do dytaret u dojë një herë, nuk kapim do dytaret të nënën. Na. Kam ardhur unë ato ditë një tym toksik mbytës, Të gjej në vend, për ti qytetarët. hedhin ku s'ka banorë. Ky ujë i pishme nuk pijet. Për këtë problem jemi mbledh. Edhe për plera, edhe këtu në mes të fshatit edhin edhe nuk i pastroj. Prandaj duhet vendosur ato norma ligjore që janë në Shqipëri, të cilë ka shkelur Lubi Kumbaro këtu me firmën e saj, me qëllim. Ajo, dhe regjimi që ka pjotër. Prandaj ju duhet ta përzini në 11 maj edhe. Po se kanë parë fare atë. Po bëj 2 vjet që se kanë parë. Në lokal janë dhe janë. Kush vete në lokal janë? 2 vjet po bëj. 4 si. Ikim plera. Aha, na gënjeu, na mashtroi, na nuk na bëj. Edhe neve rrim kështu, dëgjojmë çorçe. Edhe çfarë dëgjojmë? Kojen në njëre këto banjo. Dëgjono, kojen në njëre këto. Kjo nuk e di çfarë bëhet valla. Po të në pushtet e kanë politik, siç varfrojnë, siç i mbajnë me dru njerëzit, duan t'ju ndosin dhe ambientin që t'i largojnë. Ju ndosin ambientin, ju ndosin ajrin, ju ndosin ujin, siç po flasin njerëzit këtu në Piskov, për t'i ndotur dhe për t'i larguar. Prandaj në 11 maj zonja, në 11 maj duhet votojnë gjithë për Partinë Demokratike dhe për kandidatët e saj, në mënyrë që këta hajdutër t'i largojmë, në mënyrë që të kthejmë bitë tanë, ta kthejmë në shtëpi se kanë ikur në shërbes. Po t'ju zgjidhni këtë pra. Dhe doktori, duam doktor në përmet. Se unë sa vete në Gjirokastër kam mbaruar. Ne na ndihni një vajzë e re. Sa vajzë në Gjirokastër mbaruar. Për të shiko, Po na i zgjidhët këto. Kuqetra që na ka prerë ujin, kuqetra që na ka prerë ujin e ka emrin e Tirama. Duhet ta largojmë nga pushteti që në këtë vend të sjellim të mbrojmë ambientin, të sjellim mbi tan, të hapim punën, të ulim taksat, ngrem pensionet. Kini parasysh zonja, nga dhjetori pensioni juaj do jetë 200.000 lekë minimumi. Nga dhjetori, më dëgjoni, ky është programi i Partisë Demokratike. Nga dhjetori pensioni do jetë 200.000 lekë. Dhe së bashku ta bëjmë Shqipërinë dhe të kthejmë njerëzit tanë, të kthejmë njerëzit dhe të punojnë, të jenë të lumtur e të qetë. Tu si kandidat për deputet për Partinë Demokratike për të shprehur solidaritetin tim me banorët e kësaj komune kaq të rëndësishme, me kaq vlera. Unë kam studiuar shumë në fushën e shëndetit publik dhe di se çdo të thotë, ndotja e ambientit, do të përhapje sëmundjes, do të thotë të mohosh vlerat njerëzore të gjithë kësaj treve.
do të thotë të dëmtosh të ardhmen e fëmijëve. Në qoftë se ne do të integrohemi në Evropë, ne nuk mund të integrohemi me ambient të ndotur, nuk mund të integrohemi me ujë të pasigurt. Safe water është një nga indikatorët kryesor që analizon Bashkimi Evropian për të pranuar në kirën e vet. Prandaj ne nuk mund të pretendojmë të futemi në Evropë pa pasur sigurinë e ujit, sigurinë ushqimore, pa pasur mjekër, sikur se thatë ju, që të shërbejnë banorëve, pa pasur standarde të tjera të pagës minimale, të pensioneve me mbi 200 euro, që do të jetë si fillim dhe pastaj me indeksime të vazhdueshme. Në fakt kjo që ka ndodhur këtu nuk është kriminale, sepse si nëna, si motra, ne dim shumë mirë se çdo të thotë kesh ujë të ndotur, e dim shumë mirë çdo të thotë të na smuren fëmijët, të na smuren familjarët tanë. Po na vjen keq të fëmijët tonë. Kjo është kryesorja. Sidomos në gratë e ndjen më shumë se kushdo tjetër. Problemi që ngritet për mjekun është jashtëzakonisht e vështirë. Disa i spitale nuk ashtu të vesh për një bajame, për një temperaturë në Gjirokastë. Kjo është kriminale. Kjo është një qeveri kriminale. Sa do që po mendon për ja u ngre rrogat ata emigrantë. Më ngëllet rushja. E marë, e bëj rakin e kam atë. Ne duhet të verën e kam atë. Ne në 11 maj duhet të japim përgjigjen e Tiranës. Ne në 11 maj duhet të japim përgjigjen Mirela Kumbarës. Ajo është përgjegjëse për gjithë çfarë do. Nuk ardhur asnjëherë këtu. Më përpara vinte këtu në ses. Tani në lokal. Mirë, nuk i pyet fare për hallet tuaja. Jo, ti vetëm në lokal, se këtu ajo është zonja, ajo duhet të unë jam me smur nuk vetë do, unë këtu dal. Tu shishi burrave. Ajo i mbledh. Ja të viç hallet e. Themi andej, themi edhe këtu. Ndaj ne të gjithë, sepse zonjat, gratë janë kryesor, janë fushat. Ne duhet të flasim burrave tanë, djemve tanë, familjarëve tanë. Ne duhet të shpjegojmë se çfarë ndodh. Ne duhet të japim dërmën kësaj qeverie.